Mirëdita, unë jam Arsimi. Sot kem për meny një omëlsirë me manafera dhe me mascarpone. Kështu që na ka mbet Arsimi 2000 blesenat. Hajde Arsim. Na shërera na duhet në senet pak ma të leta, kështu që mos me ngarku vetë. Arsimi ne ka ble senat, ka ble diçka, mirë ka ble. Që kjo është mascarpone, vanile, një qese, 3 kokra ve. Spari, 3 kokra ve. Nëse bëni ndonjëra ambëlsin, gjithë se nëse keni punë me ve, mas spari themi te. Se i themi ve. Mua me do që në një është e prisht. Nëse veç të i ke qitë para prakisht, këtë rast, mascarpone edhe vanilen, atëre ke thy venë, veja qëllon e prisht, de facto ti do të me gjujtë edhe mascarpone edhe vanilje. Kështu që nëse është puna me qëllu e prisht, drastisht, atëre e gjun veç venë, këto veç i ti tavolinë. E marëm vetëm kusht e vesë. Mascarpone do të jetë në temperaturë dhomës ku e gatun këtë ëmbëlsirë. Pse? Sepse nëse është ka qenë frigorifer për një kohë më të gjatë, atëherë kjo duhet të mjashtu edhe një të kuq vesë më tepër për me marrë atë masën adekuate për këtë lloj të ëmbëlsirës. Unë i kom qitë 3 kokra re për do eventualitet, se kjo ka nejtë një kohë frigorifer. Sheqer vanilën. Sheqer. Më varet se çfarë masë dëshiron me i qitë, dhe me thonë sa të dënë me bo amënë, dhe me bo ma shumë ma pak, dikush ka që shumë ma shumë, dikush ma pak. Kodër të ti qetë si mas dëshires. Shkën e përzinë. Përzinë dhe me thonë një kontekst dhe sa të kjo të homogenizohet edhe të fiton një masë adekuate, duhet mu të hollu, dhe me thonë duhet mu bo si kurse brumi i ravanës që kanë bo në tonë. Duhet me pas dorim për me re shumë a shumë. Këtë rast duhet një ashtu, dhe më thonë, edhe një të kuq të vesë. Mascarpone është 200 gram para përsesh, prej 180 dhe 220 gram. Nuk bën me qenë ma shumë, sepse atër duhet dhe me qenë 4, nëse kjo do të merë një masë, e cila kështu nuk gudzon. Kjo nuk gudzon të qishtë. Ajo do të hollohet. Veç ka fillu, që? Veç ka fillu. Alo. është lodhë shumë pak veç.
Dola me bo, o mirë, o heq. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pam për gatim. Te ja shtojmë mishit dhe e zijej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Deri sa nati këtë masën të vendosim në për këto enë, e lëshojmë furrën, rafërsisht 150 gradë, për një 6-7 minuta. Sa ma shumë kjo me nejt jashtë, kjo ma shumë të hollohet. Qesim barabar pëthuj se në gjitha endë. Edhe presim fura më nëzet. Ta më në fura nëzet, na këto një futu në furë. Në mene që fura nëzet, e marrë një tepsi. Kjo tash do të më him furë vetëm sa me e marrë një nxehtësi të lehtë, po jo djegëse. Do të thonë vetëm sa kjo mascarpones më shkri dhe me deportu deri në brendësi. Tash, për dhe një 10 minuta e këna majtë mrenë, që kjo është qajo që kemi pregadit për sot, e nesër, dita rena po ka ere.